Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala kur flet, kur komenton hadithin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të lexohet Kur'an në më pak se 3 ditë, thotë kjo ka qenë për shkak të mos respektimit të Kur'anit, kuptimi që mos ta kuptosh atë që lexon. Se kur lexojmë në biografie e sahabëve dhe selefit, gjejmë se ata, për shembull në Ramazan, Imam Shafiu rahimahullahu taala çdo ditë i ka bë kampë hatme. Për një Ramazan 60 hatme i ka bë. E ka thonë Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala duke komentuar këtë gjë, ka thonë se kjo vlen mos lexohet Kur'ani më pak se 3 ditë jashtë Ramazan sa të mush. Pse? Se është gjë e veçantë në të leximi i Kur'anit. Andaj falet kijami i gjatë për me lexuar sa më shumë në të Kur'an. Falet kijami i gjatë për me lexuar sa më shumë në të Kur'an, se është muaj i Kur'anit. Dhe për këtë shkak, do të nasi besimtar duhet me u bë tërbije me namaz të gjatë dhe lexim të Kur'anit gjatë për me e ngjall zemrën tonë me iman, me lejen e ndihmën e Allahut Dhul Jalal.